Flasim tani për atë ndjesinë e bezdisshme, shpeshherë e nënvlerësuar që lidhet me fryrjen e zorëve. Kemi atë sikletin, edhe estetik, po edhe shëndetësor. Pse fryen zorët, çfarë i shkakton ato dhe disa mënyra natyrale që do të na shpjegojë më njëherë specialisti mjekësisë holistike dhe naturopatike Altin Joka përmes kësaj bisede në Skype. E përshëndes fillimisht Altinin. Si gjithmonë të falenderoj për kohën dhe këshillat që do t'i japim Altin. Edhe unë i përshëndes juve dhe gjithë atyre që na ndjekin, po ashtu dhe gjithë stafit tuaj. Të falenderoj edhe një herë të fundit? Edhe gjithashtu përshëndes e gjithë stafin tuaj. Stafin, të falenderoj shumë, e vlerësoj se kapa të fundit. Falenderoj shumë edhe tashmë jemi bërë si një staf i vërtet bashkë me juve që jeni çdo javë tek ne. Jeni pjesë e stafit ton. Kështu që jemi si një ekip që punojmë për publikun ton. Faleminderit për vlerësimin. Altin, do të pyes pyetjen e parë shkurt. Pse fryhen zorët, cilat janë shkaqet? Qartë, kur ne flasim për fryrjen e zorëve, nuk flasim për një gjë kaq thjeshtë, është një kompleks ose është një proces kompleks i ndodh të trupit. Dhe nuk fillon thjesht në zor, por ajo fillon që tek goja jonë. Pra, që tek momenti që ne kemi futur ushqimin, shkon në stomak, përpunohet, dhe po ashtu shkon në zorët e holla, kështu që përfshin, duke kaluar pastaj në zorët e trasha, por përfshin disa dhjetra mekanizma fiziologjik të cilët veprojnë. Në momentin kur ushqimi jonë arrin tek zorët, pra pasi ka kaluar te zorët e trasha, sepse për atë po flasim, atje zakonisht krijohet fryrja, po edhe te zorët e holla, po te zorët e trasha, zakonisht formohen gazrat. Gazrat formohen sepse kur ne ushqemi, në momentin që ato kalojnë në zor, gjitha bakteret tona duan të ushqehen dhe fillojnë nisin fermentimin e disa elementeve kryesor ushqimor, sidomos të fibrave, të sheqernave apo të karbohidrateve që do kthehen sheqerna. Ky proces i gjithë do prodhoj gazra dhe ky është normal. Për një person, pra është aspekt normal për çdo person që të prodhoj gazra në zorët e tij. Por teprica e këtyre gazrave dhe fryrja e tepërt e këtyre, atëherë mund të themi që shkakton probleme. Këto gazra në përgjithësi prodhojnë hidrogjen dhe metan. Po ashtu edhe që cilët shkaktojnë fryrje, por edhe squfur, të cilët shkaktojnë dhe erën më të rëndë pra nga fermentimi i këtyre ushqimeve. Kjo është një element e parë. Pra, aspekti bakterial nuk është i rregullt në zonën tonë. Pra, kemi një çekuilibër bakterial. E dyta është ne nuk kemi disa mungesa të disa enzimave. Pra, nuk kemi enzima të mjaftueshme, për shembull enzimat janë më mira, por midis tyre mund të jetë lipaza, mund të jetë laktaza, mund të jetë amilaza, të cilët laktaza vjen nga qumshi, e cila nuk e fermenton, pra laktozën si sheqer, apo dhe intoleranca ndaj laktozës apo dhe ndaj glutenit e sjell të probleme. Një element tjetër është ushqimi kur ne ushqemi me shumë krip. Sa më shumë shtojmë kripën në dietën tonë, aq më shumë ujë mbahet në zonën tonë. Dhe kjo do bëjë që barku jon, pra zorët të jenë të fryra. Një element tjetër është konsumimi i ushqimit në mënyrë shumë të shpejtë. Sepse kur konsumojmë shumë shpejt ushqim, ne gëlltisim ose nxisim të gëlltisim dhe ajër. Dhe ky ajër do grumbullohet në zorën tonë dhe pas tjetër do sjellë edhe këto çrregullime. Një element tjetër janë çrregullime të ndryshme të zorës, siç është për shembull sindromi i zorës së irrituar, apo sëmundja SIBO, apo mund të themi sindroma SIBO që është rritja e baktereve të këqija në zorën e hollë. Pra këtu është në zorën e hollë, që e cila nuk bëhet mirë dhe fermentimi dhe problemet e tjera që kemi dhe sjellin këtë problem. Element tjetër që duhet kemi është, e thash, intoleranca, është edhe sëmundja Crohn, e cila është një sëmundje inflamatore e zorëve, që shkakton probleme me diaren, me barkun, me gazra, zakonisht janë nga keq ushqyera dhe kjo. Është problemi i ulçrave. Nëse ne do kemi një ulçër, atëre sidomos po të kemi ulçrat në zorën e hollë, patjetër që do kemi një problem më të madh, do na shkaktojë më shumë fryrje, më shumë të përzira, më shumë djegje e të tjerë. Kemi probleme të divertikulitit. Divertikuliti janë ato qeset e vogla që formohen në mukozën e poshtme të zorës trash. Pra, zakonisht, në qoftë se do kemi këto probleme, inflamohen, pra këto qese inflamohen, dhe patjetër që do sjellin probleme, ndonjëherë do na vijë edhe si për të vjedhur. Do na sjellin kapslëk, por ndonjëherë jo vetëm kapslëk, por do na sjellin edhe diare. Midis elementeve të tjerë është ndryshimet hormonale.
kur ne kemi ndryshime hormonale, sidomos te femrat, sidomos periudhën e shtatzanisë ose të ndryshimeve të periudhave të tyre, pra ku kemi hyrë në menstruacione ose në perimenopauzë etj etj, kemi një ndryshim zakonisht edhe të problemeve të zorës. Element tjetër janë ilaçet e përdoruar tepër, sidomos antibiotikët dhe qetësuesit. Ilaçet qetësues dhe konsumimi i lartë i suplementeve, apo dhe konsumimi i alkoolit, apo i sheqernave, i karbohidrateve të thjeshta. Një element tjetër janë faktorët psikologjik, stresi dhe ankthi që janë determinante problemet e çdo lloj problematike tonë në trupin tonë, por edhe tek zorët. Depresioni, çrregullimet që ne mund të kemi me gjumin, pra ku nuk bëjmë një gjumë cilësor, apo një shqetësim tjetër, apo një arsye mund të kemi, është sëmundjet e mëlçisë. Në përgjithësi janë të lidhura ose gurët në tëmth, ose problemet në pankreas. Pra, mund të kemi shumë nga kushtet, mund të ketë të tjera, po këto janë baza kushteve, dhe normalisht ajo përgjithësisht është edhe keq ushqyer. Pikërisht tek keq ushqyerja do të ndalemi, nëse ka disa ushqime specifike që mund të shkaktojnë fryrje të zorëve. Ju e përmendët që intoleranca ndaj laktozës apo intoleranca ndaj glutenit, patjetër që janë faktorët kryesorë dhe që gjitha ushqimet që kanë laktozë apo gluten, patjetër që na çojnë drejt këtij problemi apo kësaj problematike, por nëse ka një listë ushqimesh të tjera që shkaktojnë fryrjen e zorëve, për shembull cilat ushqime? Tani, fryrja shpesh e intolerancës ndaj laktozës dhe glutenit është një arsye kryesore. Po. Ne e dim që sillin probleme të shqetësimeve, të gazrave, po edhe të problemit pra të fryrjes zorës, po edhe probleme tjera gastrointestinale. Sepse të thash më vonë problemi i laktazës të problemi pra të sheqernat e qumshit që nuk përthyen dot laktozën. Dhe po ashtu këtë mund ta bëjmë që duke shkëputur nga qumshi ose nga bulmeti për paktën një javë 10 ditë, ne do kuptojmë që a kemi qetësi, përveç testeve që mund bëjmë testin e frymarrjes që bëhet testi i laktozës, ose edhe problemet e një intolerancë ndaj glutenit, që është një reakcion që ndodh në trupin tonë në moment që ne fusim është dëmtuar pjesa e zorës në momentin që ne fusim gluten, patjetër do sillen këto probleme. Do sillen probleme vazhdimësie të diaresë, humbjes peshës ndonjëherë, probleme të dhimbjes zorës, dhe këtë mund ta bëjmë përsëri nëpërmjet një analize që mund të krijojmë. Tani ju më thatë për problemet e ushqyerjes. Po, ushqime të tjera, cilat ushqime ndikojnë drejt për së drejti në fryrjen e zorëve? Për shembull, unë e di që për shembull dhe brokoli ose familja kruciferëve mund të ndikojë tek fryrja. Po duhet të dim diçka. Duhet të ndjekim një rregull, është një rregull i artë. Rregulli i artë është kjo. Çfarë më ndodh mua ose çfarë është në trupin tim, të dy trupa njësojnë nuk i ke. Absolutisht. Dikujt nuk i bëj lëm pasurja, prandaj duhet të mbaj një lloj edhe nëse nuk mbaj një ditar, duhet të mbaj një ditar në mendje. Dikujt mund t'i bëj keq brokoli, dikujt mund mos i bëj. Tani përgjithësi kur kemi fryrje, ne në atë parë duhet të kuptojmë se kush janë shkaqet. Ato shkaqe që ne thamë, sepse të gjithëve i bën dëm brokoli. Ka njerëz që kanë probleme me fryrje dhe me brokoli nuk kanë problem. Kanë probleme me fasule, kanë probleme me thjerza. Dikush ka probleme për shembull me mollën. Dikush ka probleme dikush ka probleme me brumrat. Pra, po themi me karbohidratet. Pra, stili i testës është totalisht i ndryshëm te çdo njeri. Por kryesorja është që ne në atë parë pra duhet bëhet një, nuk mund të përcaktojmë dot sepse unë kam thënë tek juve është dieta FODMAP, e cila të thotë se kush janë ushqimet më të dëmshme dhe kemi trajtuar një këtë për problemin e disa problematikave të ndryshme të sëmundjeve të zorëve. Por në këtë rast çdo njeri duhet të jetë doktori vetvetes. Pra duhet i testuar ushqimet gradualisht. Pra nuk mund të themi dot që është kjo. Edhe unë s'mund ta them dot. Sepse kam gabuar shpesh herë kur e kam thënë dhe dikush i ka thënë që jo, më ka bërë dëm molla. Dhe më ka hapitur që si molla i ka bërë dëm. Dikujt i ka bërë dëm dardha, kur dardha është shumë e rekomandueshme për problemet edhe stomaku të zorës. Dikujt i ka bërë dëm problemet e ananasit, që mban nivele të larta të një enzimi siç është bromelaini, që është shumë i nevojshëm për trupat tonë, edhe në aspektin enzimatik, edhe të tretjes që ndihmon dhe të shfrytjes së zorës. Megjithatë, nëse ju do të doni disa ushqime që po themi që çfarë duhet shmangi me aspekti praktik, ne mund të themi që duhet të konsumuar ushqimet sa më mirë të gatuara. Pra, edhe spinaçi, edhe patatet duhet gatuar mirë, edhe karota ndoshta. Duhen marrë frutat që kanë nivele të pakta të fruktozës, siç mund të jetë për shembull banania, piepri e të tjerët. Dhe duhen shmangur ndonjëherë ndoshta edhe dardha me molla ndonjëherë. Duhen shmangur tritrat. Duhen konsumuar pra që nga duhen konsumuar quinoa, hikërori. Duhet konsumuar më shumë çaj pra, si xhinxheri, mentja, kamomili
ushqime që ka nivele të larta të fibrave dhe probiotik, po ka raste që njerëzit që marrin ushqime të larta në fibra ndonjëherë sillen në probleme të fryrjes. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm dhe çdo njeri duhet të bëjë doktori vetvete se janë të ndryshëm. Pra mikrobioma e zorës çdo personi është individuale, por me sa dim, lakra, brokoli, qepa, hudhra, produktet e qumshit në përgjithësi sjellin probleme të fryrjes së zorë. Po ashtu sasia ushqimeve të ëmbla, pra po flasim sheqeri dhe kripa apo dhe ushqimet e përpunuara, pijet me gaz sjellin patjetër probleme. Frutat që kanë nivele të larta të fruktozës, ato që kanë fruktozë të lartë, patjetër sjellin probleme. Kështu që në këtë rast mund të themi që rregulli i aktë është kjo: dëgjoni trupin tuaj, ushqimet që mund të bëjmë për të mirë, për të fryrë ose nuk i fryrë ose sjellin problematika, fillojnë të eliminohen, duhen testuar gradualisht. Fillimisht gluteni edhe produktet e qumshit, apo nën produktet e qumshit, pra që kanë probleme me laktozën, dhe pastaj të tjera. Po do të eliminuar një herë ushqimet siç janë me nivele të larta të aditive, sheqerave, apo të nivele të kripave, ushqimet e përpunuara. Duke hequr këto, pastaj fillojmë me radhë. Gradualisht nga pak i testojmë dhe kuptojmë se kush janë ushqimet që ne mund ta dëmtojnë. Por nuk është problemi këtyre ushqimeve që mund ta dëmtojnë. Kjo tregon që ne kemi një problematik në trupin tonë. Pikërisht këtu doja të ndalesha, nëse doja të dija për shembull si ta dallojmë që këtë fryrin e kemi për shembull nga ushqimet dhe ku dallon nga një fryrje që ka një sinjal alarmi trupi, pra që ka një problematik më të thellë se sa pas ushqimeve. Atëherë, fryrja zakonisht që vjen nga ushqimet, në momentin që ne konsumojmë nuk është e dëmshme, është e padëmshme në shumicën e rasteve. Kjo mund të vi edhe nga konsumimi. Shto çfarë më ka ndodhur? Kur kam biseduar me dikën në Itali, kishte fryrje të zorëve vetëm nga çimçakllisi. Konsumonte rreth 4-5 çimçakllisi në ditë. Meqenëse kishte bërë shumë teste të ndryshme, nuk e kishin kuptuar ndoshta edhe mjekët i kishte anashkaluar ky element. Në bashkëbisedime sipër ku kishin folur gjatë, kur e pyeta në konsumimin e ditës çfarë konsumonte, më tha midis tjerave që fillonte me çimçakllisi dhe vazhdonte me tutje. Për arsyet e rrezikos. Dhe në momentin që ka hequr çimçakllizin, pra sepse duke konsumuar çimçakllizë, ai konsumonte më tepër ajër, pra fuste më shumë ajër dhe fryshin zorë më shumë. Ajri 70% të fryrjes së zorës e ka eliminuar. Kështu që nga aspekti i ushqimit, edhe kur konsumojmë ushqim i shpejt, apo edhe kur flasim, edhe ne konsumojmë ushqim, patjetër do të marrim ajër. Nëse ne do kemi një dhimbje ose kemi një fryrje të zorës pas ushqimit, 15 minuta, 10-20 minuta, nuk është shqetësuese për një diçka urgjente. Por nëse ne do kemi dhimbje të forta në bark, pra në krahun e djathtë kryesisht që mund të jetë apandiciti, në anën tjetër që mund të kemi probleme ose edhe probleme me tëndin, mund të kemi edhe kurth të tëndh. Nëse ne do na vijë për të vjedh, nëse do kemi shpesh refluks, apo dhe gazra të shpeshta dhe në mënyrë kronike, atëherë patjetër që ne duhet të shkojmë, të vizitohemi dhe të shkojmë pranë mjeku. Por në rast se kemi një fryrje të zakonshme pasi konsumojmë ushqim, atëherë ne duhet të rregullojmë dietën tonë, duhet të rregullojmë problemet metabolike dhe problemet nga se vjen ushqimi. Ose kjo fryrje. Tani, nëse mund të tregojmë disa këshilla apo disa mënyra naturopatike të personave që vojnë nga fryrja? Mos harrojmë stresin. Stresi është elementi kryesor. Po, ju e përmendet pak më herë, gjendja psikologjike, stresi ndikon në përkeqësimin e gjendjes së zorëve, po ashtu edhe në fryrjen e tyre, apo jo? Lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Shiko, gjithë sistemi jon, pra gjithë elementi jon pra i stresit, pra në aspektin e stresit, ne dimë shumë mirë që stresi ndikon në gjithë shëndetin tonë përgjithshëm. Dhe është shumë primare të shumë sëmundje. Edhe me zorën, sepse është e lidhur direkt në gjithë pjesën e boshtit truzor. Dhe është e lidhur me elementet nervore dhe hormonale. Pra, këto transmetojnë problemin e stresit. Në momentin që neurotransmetuesi kryesor, siç është serotonina, e cila 90% prodhohet në zorë, në momentin që kemi një nivel stresi, aty çrregullohet. Ky çrregullim do bëjë që niveli i serotoninës mos prodhohet. Madje ju kemi dëgjuar që kemi një disbalancim të serotoninës te njerëzit përgjithësi, të njerëzit që kanë probleme edhe me depresionin dhe me anktin. Që është çrregulluar dhe kanë probleme me jashtëtitjen këta persona. Pra, ta persona ka probleme me jashtëtitje. E dyta, ne kemi një gjë. Zvoglohet numri i baktereve dobishme në zorën tonë. Pra, fillon disbioza në zorën tonë në moment që kemi një nivele të lartë të stresit. Fermentimi ushqimeve ndodh ndryshe. Prodhime të larta të metanit dhe të hidrogenit bëhen më të mëdha në momentin ku kemi nivele më të larta të stresit. Ku kemi nivele të stresit analizohet kortizoli. Por çfarë bën kortizoli?
Kortizoli ndalon nivelet e procesit të tretjes, e bën më të ngadalshëm. Dhe sa më shumë të ri ushqimi në zor, aq më shumë ai do fermentohet dhe do të krijojë probleme në zor. Po ashtu është kortizoli që bën mbajtjen e ujit. Po është adrenalina nga një anë tjetër, kur ne marrim nivele të lartë, çfarë bën adrenalina? Midis të tjera, kur është sasi të lartë, bën të kurën e muskujve të zorës. Dhe duke bërë të kurën e muskujve të zorës, do kemi patjetër fryrje. Pra, kjo janë elementet që të krijohen. Po stresi ka dhe një faktor tjetër. Kur jemi të stresuar, ne konsumojmë shumë shpejt ushqimin. Se jemi të stresuar, gëztisim më tepër dhe ajër, edhe ushqimin më shpejt që do një proces, pra ngarkohet stomaku dhe zora ngarkohet më tepër, por ne bëjmë edhe zgjedhje shumë të gabuara ushqimore në momentin që jemi në stres. Qoftë në konsumimin e pijeve, sistemi ham çfarë na del para. Pra ham çfarë na del para pa e konceptuar, por ndoshta ne konsumojmë tepër dhe duham, po konsumojmë tepër dhe alkool, të cilët e irritojnë zorë. Kështu që patjetër ne duhet të merremi me stres, duke bërë pra edhe në aspektin e gjumit, duke konsumuar edhe aspektin fizik, pra duke bërë aktivitet fizik, duke bërë edhe ecjen, duke konsumuar nivelin e probiotikëve, po edhe disa çajrave dhe pimjeve që duhet të bëjmë për uljen e stresit që ne mund të kemi. Po çfarë duhet të bëjmë pasi kemi ndjerë këtë fryrjen e zorëve, pasi kemi konsumuar diçka që na ka shkaktuar këtë problematik? Si ta shpëtojmë? Po, atëherë ekzistojnë shumë mënyra naturopatike të cilat mundet të bëjnë edhe problemet e dhimbjeve edhe për gazrat në zorë, që po i rëndisin poshtë. E para nga kryesoret është uthulla e mollës. Uthulla e mollës, organike gjithmonë flasim, është e mirë, pra duke konsumuar 2-3 lugë, 4 lugë, 5 lugë, një fixhan kafeje në ditë, pra varet, pra duke konsumuar edhe në mëngjes, duke përzier edhe me ujë, rregullon problemet edhe me refluksin acid, rrit edhe nivelin e bakterëve sepse është një probiotik, rrit nivelin e baktereve të mira, dhe po ashtu të rrit edhe nivelin e acidit shëndetshëm në zorë duke i modifikuar. Një element tjetër është sujqe. Është një lloj pije fermentuese që mund bëhet fermentuese ose jo, mund bëhet në shtëpi, e cila është midis përzierjes së urkullës, së mollës, të çajit, të xhinxherit dhe të mjaltit me limon, që mund bëhet në të mënyra. Zihet xhinxheri, pra në 1 litër e gjysmë ujë, disa feta xhinxheri, pasi hidhet në fund uthulla e mollës përzihet me mjalt dhe me pak limon hidhet në shishe dhe pastaj kullohet ky çaj i xhinxherit në këtë shishe dhe ose mund fermentohet ose mund pihet ashtu. Është një elementet më të mirë që ndihmon të nxjini gazra, nuk krijohen gaza në sistem, por është dhe forcues dhe antiinflamator shumë i fuqishëm. Po ashtu xhinxheri i freskët i konsumuar në formë çaj. Çaj karafilit, vaj karafilit në ujë që mund të konsumohet 1 deri në 2 pika vaj karafilit. Mund të konsumohet për fryrjen e zorëve dhe mos krijimin e gazrave në zorë, sidomos një orë pas vaktit, një orë e gjysmë pas vaktit, konsumimi i qymyrit të aktivizuar, i cili mund të merret kudo, për një element për një kohë të caktuar, sepse ai bën bllokimin e gazrave në zorë. Element shumë i mirë janë enzimat tretëse. Edhe midis tyre, pra për të kuptuar a kemi, sepse për të duhet bërë një analizë të enzimave, a kemi mangësi ose jo. Nëse ne nuk kemi në një mangësi, patjetër nuk kemi nevojë që t'i marrim, por zakonisht papaja dhe kjo ananasi janë elementet më të mirë për shtuar nivelin enzimatik. Ushqimet që kanë nivele të larta të probiotikës, sepse zvoglojnë edhe dhimbjen, edhe fryrjen, por dhe kultivojnë nivelin e baktereve të mira në zorë, sidomos me problemet e shqetësimeve në zorë, siç është sindroma e zorës irrituar të tjera. Ka futur lakrën tushi, lëmur e lakrës tushi, kombuçën, kefiri, uthullën e mollës e tjerë e tjerë. Disa erëza siç është kopra, finoku, borziloku, mandanosi që do të konsumuar më shumë. Dhe sidomos vaji i finokut është shumë i mirë për lehtësimin edhe të kapslokut, edhe të mosfryrjes. 2 pika vaj nga ky i futur në ujë, në një gotë ujë 150 mg, duke konsumuar për një kohë gjatë, nuk është problem. Element tjetër mund të jenë për shembull çaji mentes, i cili relakson edhe stomakun, relakson edhe zorën, zvoglon problemet e fryrjes dhe shumë i mirë për problemet e sindromit të zorës irrituar kryesisht. Midis këtyre çajin e mentes mund ta gëshetojmë me çajin e kamomilit, për shembull në darkë, dhe mund ta gëshetojmë me çajin e xhinxherit paradite. Pra gëshetimi këtyre dyave që mund ne të konsumojmë, ose edhe veç çajin e kamomilit, sepse çaji i kamomilit ka veti antispasmodike dhe gjithashtu redukton dhe inflamacionin në zorë, por gjithashtu dhe stres, nivelin e stresit. Por është edhe nivel që jep edhe nivel, është mund të themi një probiotik natyral në zorë, sidomos në darkë duke konsumuar. Element tjetër është
koriandra, që mund ta konsumojmë edhe si çaj. Kjo faret e anistes, është ajo anisja si bim që mund ta konsumojmë si çaj. Bën dhe tretjen mirë të ushqimit, largon edhe gazrat, mund ta konsumojmë edhe si erës, duke përshëtuar edhe me xhinxherin, edhe me element tjerë, por edhe si çaj është shumë mirë. Ananasi është shumë i mirë, papaja është shumë e mirë dhe kastraveci, lëngu kastravesit me pak limon, sepse heq nivelin e toksinave që mos krijojnë bakteret e këqija. Nivelet të tjera për të rregulluar është frymarrja, pra sidomos frymarrja. Po, frymarrja, rreth pas ushqimit 10-15 minuta, 20 minuta, një ecje do jetë mirë. Masazhet e barkut her pas herë, duke bërë në raun orar të lëvizshmërisë së tyre. Pra që mund të bëjmë aktivitetin fizik që mund të organizojmë gjatë edhe para dhe gjatë ushqimit. Konsumimi në ushqimit ngadalë që është shumë i rëndësishëm. Përtypja ushqimit gradualisht e duke mbajtur shpesh më shumë më gojë. Pra ju ta kalojmë direkt. Shmangjen e ushqimeve të këqija, pra ato ushqime që ne tham, pijeve, gazet e tjera, dhe rregullimin e problemeve të hormoneve dhe stimulatorëve të tjerë që ne mund të përdorim. Mund të përdorim edhe disa vajra të tjerë, për shembull mund të marrim vaj kokosi, një lugë gjelle, mund të hedhim 2 pika vaj mente, duhet ngrohur pak dhe duhet fërkuar në formë rrethore me të dyja duart barku, ose për shembull edhe me vajin vetëm të mentes, ose edhe me vajin e kastorit. Mund të fërkohet pra një moment për të bërë edhe qarkullimin mirë, edhe për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, por edhe arsyeën e qarkullimit të zorëve për të rregulluar nivelin metabolik të tyre. Në qoftë se duhet konsumojmë. Po. Unë të doja thjesht, ka disa të tjera për të përmendur. Kam dhe një pyetje të fundit. Tani ndjes për pyetje, ndjeset e publikut, po ka njerëz që prodhojnë shumë gazra, ka njerëz që nuk prodhojnë, ka njerëz që kanë gazra me aromë të keqe. Kjo tregon ndonjë problematik për shëndetin? Atëherë varet edhe nga ushqimet, por edhe nga niveli enzimatik, unë i thash nga niveli bakterial, që ka në zor, sepse të thash ka edhe nivelin prodhohet hidrogjen, prodhohet metan, prodhohet e squfur. Zakonisht aromën shumë të rëndë lëshojnë elementet e squfurit. Ne ku konsumojmë sidomos ato elementet e hudhrës kryesisht, apo brokolin, nuk konsumojmë brokolin, lule lakrën, mund të kemi gazra më shumë ose me erë më të rëndë se sa të tjerët. Por, unë kam thënë dikur që edhe aroma e gazrave ose ajo që lëshojnë gazra tregojnë disa probleme. Patjetër tregojnë problem disbalancimit në zor të baktereve, mund të tregojnë një probleme në mërqi, mund të tregojnë një problem në pankreas, mund të kemi një problem në tëmth, ose mund të kemi edhe një problem të një inflamacioni edhe në zorët e holla, po edhe në zorët e trasha. Pra një nga problemet e sëmundjes. Parazitët tregojnë problematik? Po edhe parazitët po ashtu tregojnë. Po edhe parazitët janë një nga arsyet kryesore që kanë këtë problem. Kandida po ashtu është një nga problemet të cilat jep to shqetësime. Pra mund të japi edhe fryrje më tepër dhe gazra më tepër se çfarë. Sidomos për vërejnë të fëmijë. Është dhe metabolizmi, që ose metabolizmi juaj është dobët, po janë dhe disa hormoneve bazë të cilët indikojnë në mënyrë indirekte të problemet e zorëve të cilët mund sjellin të problem. Qartë. Faleminderit Altin, besoj se dham disa këshilla për këtë problematik apo shqetësim, aq më tepër kur këto këshilla janë në nivelin naturopatik, holistik, në mënyrë që të japim sa më shumë ndihmë për ata që e vuajnë problemin e fryrjes së zorëve dhe më besoj që nuk janë të paktë, ndaj dhe e sollëm si tematik në programin e sotëm. Të uroj ditë të mbar. Edhe unë ju uroj shëndet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim, gjendje të caktuar shëndetësore, mund ta kontaktoni Altinin në rrjetet e tij sociale. Gjithashtu kjo hapësirë do të jetë edhe në kanalin ton në YouTube Rreze Dielli. Do të shkëputemi për publicitet, më pas do të kemi një poete të shkruan shumë bukur poezi, kështu që do të ndajmë disa momente të shpirtit të saj këtu në studio.